është shumë në distancë historike në këtë që po rrëfejun. Dhe pastaj vjen tek fakti që ai bëhet edhe njeriu më i njohur në Britaninë e Madhe, saqë ja çon në përmend shqiptarëve që mundësia për pas një mret pas dështimit të Prince Vidit mund të ishte Aubrey Herbert. Ishin shumë veta që pretendonin në atë kohë, kanë dalë shumë personalitete në Itali, në vende të tjera, të cilët pretendonin se kanë një prejardhje nga familja Kastriotëve ose e Skënderbeut, por njeriu për cilin ne dim që është ofru kunore mretit të Shqipërisë zyrtarisht është Aubrey Herbert. Po, zoti ambasador, ju jeni ambasador dhe mbështetës si asaj që konsiderohet si pushteti i butë apo soft power. Zoti Herbert, koloneli Herbert, ka qenë pjesë e parlamentit britanik. Ai ishte një njeri mbi gjitha edhe për shkak të përkatësisë familjare, familja aristokrate, cilën ai i përkiste, kishte lidhje me sigurisht familje të mëdha dhe të rëndësishme të elitës së Britanisë së Madhe. Pra ishte pjesë e parlamentit britanik dhe për shkak të shkollimit dhe lidhjeve familjare pati kontakt dhe kishte marrëdhënie edhe personale me shumë figura të rëndësishme vendimmarrëse në qeverinë britanike dhe në parlamentin britanik. Si funksionon ky pushteti i butë, le të themi, në situatat apo ambientet informale në një vend si Britania e Madhe? Pra, çfarë do të thotë të jesh person i duhur ndoshta në vendin dhe kohën e duhur edhe për fatet e një kombi? Ju e filluat duket bisedën me një figurë të bukur të Highclere Castle, ose Kështjellës. Ai është vendi ku ka lindur Herberti, Aubrey Herbert. Por ai është i biri i atij që njihet si konti ose Early i katërt dhe ama ishte kontesha, por sipas hierarkisë të trashëgimisë së këtyre titujve britanik të cilët do kohë për me shpjegu, ai pastaj e humb të drejtën e trashëgimisë, sepse ajo trashëgohet në linjë gjaku në një formë tjetër dhe ai ka lënë në një shtëpi tjetër që është Pixton Park. Unë besoj që ju mund të ilustroni këto me sa materiale që i kam dorëzuar. Pra, aty ku sot luhet Downton Abbey, siç ju e përmendët, mund të jetë kështjella më e vizituar në botë. Unë kam pas rastin që shkoj, ta vizitoj, por kam nejt ndoshta më shumë se një orë në radhë. Kam parë edhe aty se aty janë edhe gjetjet më interesante të mumjeve të Egjiptit. Është një nga faraonët, i cili një sarkofag i një faraoni, dhe që pra kishte një emër shumë të madh, qoftë në vendin e linjës, qoftë edhe në vendin ku ai banonte dhe ku i mbylli sytë e jetës. Kjo ai ka studiuar në Eton, universiteti më i famshëm i Britanisë së Madhe, prej nga kanë dalë pothuajse të gjithë udhëheqësit më të shquar të atij vendi. Pra, kjo jep atij mundësinë që të paraqitej si një aristokrat i një serë shumë të lartë, dhe natyrisht ne e dim që në përgjithësi politika britanike është produkt i aristokracisë. Dokumentohet shumë mirë që ai ka qenë një mik me Edward Grey.